Përshëndetje miq, mirë se erdhët në episodin e radhës të podcastit Natë Nisim. E ftuara sot është Denisa Çeliku, një ekonomiste me përvojë, e cila ka aplikuar së fundmi dhe terapinë psikologjike në LP. Denisa, faleminderit që pranove ftesën dhe që të kemi sot në studio. Kënaqësia është gjithja imja, mirë se u gjeta dhe uroj të krijojmë një kujtim të bukur. Faleminderit. Denisa ti ushtron profesionin e ekonomistes prej 14 vitesh tashmë, si në sektorin publik dhe në atë privat. Por vitet e fundit ke filluar të aplikosh një terapi ndryshe. Si e morë këtë vendim dhe si erdhi tek ty terapia? Gjithçka nisi në vitin 2020, kur ne ishim pandemi. Unë isha një mami, një mësuese, një ekonomiste me laptop para, një bashkëshorte, një kuzhiniere, një larmi rolesh që nuk e kisha bërë asnjëherë më përpara, të gjitha në një ditë. Kur lindi nevoja për ndryshim, u regjistrova në një akademi veç zhvillimi në Maqedoni dhe zgjati diku te 1 vjet e gjys studimi, por pash se prep nuk më kishte përmbush aq shumë sa unë kisha nevojë dhe më tepër u zgjerova kur studiova në LPN, ku e ka bazën në SBA dhe zysha ishte në Sloveni sepse zhvillohej online. Aty u dashurova me praktikën, teknikën, studimet e NLP-s. NLP është neurolingvistika programuese që flet për rrugët e trurit ton, lingvistikën të folurën dhe atë që shprehim me gjeste ose me mimik dhe programimi që na kanë bërë që në fëmini dhe këtu është mendoj unë gjithë çelësi që ne duhet fillojmë ndryshimet. Sa e vështirë është që të ndryshojë njeriu programimin e vet që në fëmijëri? Sa e vështirë, është një vendim që duhet marrë kiti. Nëse më përpara u mundoja të flisja gjithve nga dëshira për mi ndryshu, vjen një moment që ti pjekesh dhe kupton që mësuesi duhet flasin kur nxënësi është gati për me marrë atë mësimin. Pra njerëzit duhet ta marrin vendimin për me ndryshu. Pastaj e gjitha është një rrugë me ulje dhe me ngritjet e veta. Vendimi është i gjithë. Po gabimet që ne bëjmë si prindër për programimin e fëmijëve. Gabimet, ne mendojmë se jena të bëjmë më të mirën tonë. Edhe mundohena për me bën ndryshimin te fëmia, çdo gjatë te fëmia, por duhet ta fillojmë nga vetja jon. Kur kam në kliente që janë mama dhe flasin për fëmijët, për ato uljet e ngritjet e tyre, unë mundohem që ta kthej te mami atëherë, që mamit reflektojnë me veten, trajnojnë veten, pastaj të merremi për me kuptu fëmijët. Programimet janë ato që na ndjekin gjithë jetën, sepse edhe brezi prindve ton kanë bërë një programim me ne, ndoshta jo duhurin të gjithën, por atë që kanë ditë dhe atë që kanë bërë, sepse atë që kanë pas mundësi. Por ne si prind sot që kemi shumë mundësi për me mësu, është gjuna që ti përsërisim ato gabime, thamon. Kështu që është e gjitha te prindi që t'ja kalojmë fëmijëve pastaj. Është gjuna ti përsërisim për fëmijët tanë, por nëse një person nuk është i programuar në mënyrë të tillë që ta edukoj fëmijën dhe ta programojë në mënyrën e dur, a e ka shumë herë më të vështirë riprogramimin, pra të heqë disa mendime dhe disa mendësi të cilat janë të dëmshme si për atë si person, por dhe si për të ardhmen e fëmijës. Për shembull, një nga shembuj që ne e ndeshim rëndom është edhe detyrimi, le të themi, i zgjedhjes së të arsimit, të ardhmes të fëmijëve. Si e shikon ti këtë dhe sa të vështirë kanë edhe adoleshentët për të zgjedhur degën e duhur? Në 90% të rasteve të klienteve që unë kam pas, ta tham me siguri që asnjëra nga ato nuk dojnë shkollimin që kanë kryer, sepse janë detyruar nga prindërit. Prindërit duke menduar se janë të bëjnë më të mirën e tyre, por duke ditë se din ato që është më e mira për fëmin, i kanë dhënë drejtim për një arsim të drejtuar nga ata dhe fëmijët nuk e gjejnë veten aty, sepse nuk ka të bëjë me dietën që ato marrin. Këtu a gabimi jon. Ka të bëjë me ndjesitë. Secili nga ne ka të mirat edhe të këqijat që i ka dhënë Zoti, pikat e forta dhe pikat e dobta. Ne duhet ta njohim fëmin paraprakisht për me orientu dikun. Jo ta orientojmë sepse shumë të rritun plotësojnë nevojat e tyre të paplotësuara edhe ja kalojnë fëmijëve. Kjo është një ndër gabimet më të mëdha që realisht ne bëjmë. Edhe pritshmëritë që ne kemi për fëmijët i lidhim shumë me pritshmëritë që ne i kemi me jetën tonë që nuk i kemi realizuar. Pa realizimin tonë do na me realizu të fëmijët, por ky është gabim sepse ne duhet ta njohim fëmijën, ata ndryshojnë nga ne dhe duhet jemi t'ja japim atë mundësinë që me njoft edhe me orientu. Patjetër se na i kemi amanet nga Zoti, duhet jena orientues për fëmijët tonë, por jo imponues. Okej, deri ku shkon liria te fëmijët? Liria kohët e fundit po na shitet shumë faktikisht kjo liria kënaj, liria anaj. Nuk ka një limit ose një përcaktim, si me ta thënë si ekonomiste ose si psikologe, por lirit plot
kam lexuar një artikull, nuk e di, falenderoj atë që e ka shkruar, se nuk ja di emrin, i kërkoj ndjes. Lirit plot thotë ka vetëm qeliza kancerogjene, që në fundit hanë edhe veten. Kështu që nuk duhet rrahemi shumë me këtë lirin që po na shesin sot. Ne jemi në një botë që funksionojmë me logjik, me matematik, me ekonomi, me psikologji. Pra, ka ca rregulla që na çojnë drejt objektivit. Liri për mu ka qenë edhe me kry shkollën, pra, liri ka qenë, por rruga drejt shkollës nuk ka qenë që lehtë, ka pas rregullat e veta, duhet mu çu për çdo ditë natje, duhet me studiu, mos me shku te një ambient argëtimi dhe kur ti dan sepse ti duhet me arrit, me sakrifiku, por e bane për me arrit lirinë e diplomimit. Pra duhet i shohim gjanat se këto rregulla na çojnë drejt një lirie, po ja të jemi të lirë gjatë gjithë kohës sepse nuk na çon askund realisht. Ky është mendimi im. Patjetër. Kur lidhet fusha e psikologjisë me shifrat, me ekonominë? Psikologjia mendoj që lidhet me gjitha fushat. A është në fakt se gjithë mentaliteti ekonomik është një psikologji shumë e bukur? Po, mendoj që po. Është i gjithë. Se ne që jemi të jashtëm, ne shikojmë vetëm shifra. Dhe nuk kuptojnë asnjë gjë tjetër nga brendësia se si funksionon. Jo, nuk është ashtu faktikisht. Unë kohët e fundit po merrem edhe me buxhetin, edhe diçka që më erdhi në mend çka ka lidhje buxheti me anën, domethënë menaxhimi i buxhetit me menaxhimin e anës psikologjike. Kur menaxhojmë buxhetin, ne duam me gjetë burimin. Shumë rëndësishme, gjejmë burimin e të ardhurave. Edhe në psikologji, unë kur punoj me klientët, mundoj me gjetë burimin e shkakut ose të pasojës. Aty e fillojnë pra, edhe do ju kisha sugjeruar shumë sepse shoh që njerëzit marrin shumë me rrjedhën e lumit, nuk marrin me burimin. Harxojmë gjithë atë kohë, energji, para të u marr me pasojën. Ju lutem merrni me shkakun, gjeni burimin dhe kur rregullojmë burimin, pastaj pjesa tjetër rregullohet vetë. Jeta është matematikë olimpi, a është kjo një thënie psikologjike më shumë se sa matematikore? Deri diku. Mund t'i fuste dyja unë atë, edhe psikologjin, edhe ekonomin. Por fakti që kalova nga ekonomia në psikologji e pash se unë mendoj që gjërat të ndara nga njëna tjetra janë të pa plotësume. Pra, ne jena një botë që duhet ndërveprojmë. Dhe këto dyja duhet ndërveprojnë. Unë nuk jam një natyrë që duhet t'i ndajnë gjërat fix me thik, ose për një recet, ose për diçka tillë. Mendoj që ne duhet shohim kontekstin, nga vjen gjaja. Si ka qenë fëmijëria jote? Ka ndikuar fëmijëria jote në mënyrë se si ti shikon gjërat sot? Patjetër, shumë ka ndiku. Unë kam kaluar një fëmijë shumë të lumtur, edhe sado ka të zhvilloj unë të vetja ime me edukimin, me kulturën, me bagazhin, me punën, ose sa të kam arrit të kati 2, 3, 4, fëmijënia jeme janë themelet e kësaj gjaje. Për këtë, unë jam rrit me gjysha. Ti një shkodrar 20 karat, apo jo? Apo 24 karat. Unë jam rrit me gjysha, me prind, edhe jena rrit 3 brez, kena bashkjetu 3 breza në një shtëpi, edhe për fëmijët mendoj që është fantastike. Është një shkollë në vetë të jetosh me gjysha. Është një lumturi e pamas, sidomos kur ka edhe mirëkuptimin nga të dia palë. Ka ata avantazhet dhe disavantazhet e veta, por familjet e mëdha unë mendoj që janë një bekim. Ardha në Tiranë si ka qenë? Ardha në Tiranë ishte pas njohjes me tim shoq, ishte ai arsyeja që unë ardha në Tiranë, nuk ka qenë as pak i lehtë për shtatja me thënë drejtën. Mbrana 4 mureve të shtëpisë isha shumë e lumtur, faleminderit Zotit, por mendoj që tash që kam reflektuar me veten ka kanë problemet e unë dhe jo te Tirana, sepse unë jetosha nga hana të premten që ti kisha të premten në Shkodër, dhe shijosha jetën në Shkodër. Isha e lumtur brenda mureve të shtëpisë, kur dalsha nuk dosha mi pasi gjatë bukur qytetit. Kjo është zgjidhja që ne bëjmë kajer. E moj mend reflektimin kur kam filluar me pa me sy të mirë Tiranën, kur hapa zemrën, kur Zoti më hapi zemrën. Kam kanë me një shoqe të pi kafe, një shoqe nga Shkodra që ajo e donte shumë Tiranën, po s'mund të jetonte në Tiranë, se kështu është fati. Okay. Shpesh, edhe ajo po m'flit tat natë për Tiranën, po shi sa bukur, sa zhvillim, pranon gjitha komësit, është kështu, është ashtu. Edhe unë aty pata një klik që prit, ta shoh me sy tjetër këtë Tiranën. Edhe një ditë kam postu një foto qyteti zemrës, edhe kam pas shumë reagime për Tiranën, dhe realisht tash është qyteti zemrës, sepse unë kam kriju kujtime shumë të bukura këtu, edhe komente pa fund në Instagram, edhe po m'pyetnin po Shkodra, tha Shkodra e kam qytet shpirtit, se ka një farë diferencë të madhe këtu. Kështu që Shkodra mbetet qyteti jam i shpirtit, Tirana është qyteti jam i zemrës. Kam arrit një status
pjekuria emocionale dhe psikologjike, mendoj që Denisa tashmë jeton kudo që tjetë me atë familjen e vet vogël, edhe me vendimin që me kanë e lumtur vjen prej së brendshmi dhe jo prej së jashtmi, kështu që është okay tashmë. Komuniteti yt virtual ku fokusohet më shumë ti? Kush ish përndar? Klientët e mia 90% rasteve janë vajza dhe gra shqiptare që jetojnë jashtë kufive të Shqipërisë. Ata kanë njoft më shumë praktikën e NLP, se din më shumë, ja din vlerat sepse kanë një nga bisedat, sepse aty është faq më herët se sa këtu te ne. Punoj me shqiptare sepse mendoj që shqiptarët kanë nevojë të trajtohen, të trajnohen, të komunikojnë me shqiptarët, sepse ne mund ta kuptojmë më mirë njëri tjetrin. Një ndër problematikat më të shpeshta janë traumat e fëminisë dhe mënyra se si jena rrit gjithë ne, pa përjashtime, dikush më pak edhe dikush më shumë. Mirë po, verej që profesionistët e huaja, qoftë psikologa, terapiste, nuk munden me kuptua që thellë traumën tonë dhe s'munden me kështu. Prandaj puna me ta ka kanë shumë e mirë, sepse realisht janë të sinqerta, e kanë hekat e idenë që s'duhet me fol për shëndetin mendor, kërkojnë ndihmë dhe janë gatshme me bashkëpunim. A janë të njëjta problematikat që kanë shqiptarët jashtë shtetit me ato që kemi ne së brendshmi në Shqipëri? Janë të ngjashme, por jo të njëjta. Kush janë rastet që ti ke më të përdorshme në trajtimet e tua? Rastet janë gratë dhe vajzat që në momentin që janë nuk janë rehat me jetën. Me punën, zgjedhja shkollës, nuk kanë një objektiv, nuk e din ç'a duan dhe shpesh po venëri diçka përmbushja me anën materiale, po shohin se ka një boshllëk të madh për së brendshmi, e verë edhe këtë. Kam pas goca goxha të mira të përmbushura materialisht, duhet ta theksojmë këtë gjë, që nuk po gjeshin rehati, sepse u mundoshin me përmbush veten me anën materiale dhe po shifshin një boshllëk të madh. Fakti që kërkon ndihmë, ju kam thënë edhe klientëve, s'do të thotë se bota bëhet rozë dhe bëhet më e bukur mas terapisë. Qasja se si ti e shef, edhe ajo që ka vendos ti me pa njetë, bëhet më e lehtë, me pranu faktin edhe me kanë vetvetja. Nga të nisi person që është në nivelin 0? Me reflektim, me mendim me veten, edhe me vendimin që do lëviz, do ndryshoj për me ecë përpara. Kam një sugjerim që ta kuptojnë që është proces, jo gjanat e shpejta, si po na shiten sot. Unë nuk i premtoj as kuj, as nuk mendoj se duhet i premtojnë as kuj që me 2-3 seanca, me këtë terapi ne do arrim majat. Jo, është një proces që unë e kam ndryshëm nga ti, varet nga problematika, nga thellësia, nga shumë faktor, nga ndjesit, nga natyra ime, nga ku jam rrit, sa të thella janë traumat. Pra duhet ta pranojnë që ja proces, por ama unë do i futem kësaj rruge. Ma mirë një proces që do më zgjasi 1 vjet, 2, 3, se sa kam 30 vjeçë dhe akoma jam me ato mangësitë dhe të ngecësh aty. Kjo është ajo. Njerëzit kanë më shumë frikë të humbin para apo më shumë frikë për të ndryshuar veten? Njerëzit nga frika për me humbë para, po humbin veten. Është një sistem i tanë që unë mendoj që ne e kena kundra, po. Disa nga ata persona që kanë parimet e veta, lidhja me fenë, me besimin, kena një sistem që po mirë funksionon kundra nesh. E gjitha që shitet, e gjitha që premtohet, lidhet me materialen. Unë do doja shumë dhe po pres ndonjë reagim të një goce që zjarr ndo mramjet e bukura, këto çantat e shtrejta, këto botoksi që janë zgjidhjet secili dhe secili ka me dhënë llogari për veten e vet, por duhet ta pranojmë që po ndikojnë edhe të tjerët. Okej, ne sot kemi arrit një pjekuri emocionale dhe moshe dhe ndikimi është i papërfillshëm, po një 15 vjeçare që s'ka njoft akoma veten, dhe unë po pres që një nga këto goca dalin edhe të na thojnë se çfarë fshehet mas kësaj gjaje. Uroj shumë që ta marrë njëra guximin dhe t'jetë një frymëzim për gjitha vajzat tjera se çka kalojnë këto vajzat e bukura të Instagramit dhe këto shifrat marramëndse, sepse unë kam 14 vite që po punoj një punë të mirë dhe të mirë pagume në Tiranë, edhe prep shumë gjana, unë duhet t'i them me za edhe me figurë që nuk arrim t'ja plotësoj vetes. Po këto gocat 20 vjeçare që s'kan punuar si ditë, pra do ta mendojmë çik gjani çik më thellë se si arrihen gjanat. Nga fakti që ti the që shumica e klientëve të tua janë femra, duke nisur edhe këtë bisedë që ne sapo vetëm femra. Po, dhe duke nisur nga kjo bisedë që ne po bëjmë. A mos është, domethënë, e qëllimshme gjithë kjo pjesa që ta nxjerrësh femrën nga terreni i saj, ku e ka vendin, ti ofrosh në mënyrë të rreshme një realitet i cili nuk përputhet me natyrshmërinë e saj, dhe pastaj
kur ti e provon dhe nuk merr atë që do ose atë që të kam premtuar, ndodh gjithë ky zhgënjimi dhe gjithë këto lloj problematikash kryesisht psikologjike apo mendore, por të cilat reflektojnë edhe në jetën e përditshme, patjetër. Ne po na shitet diçka që për barazi gjinore. Po është një temë që unë nuk du me u fut sepse duhet rrim këtu me orë të tëra që ta diskutojmë dhe t'ja gjejmë fundin. Unë do kisha një sugjerim që secili nga ne, si mashkulli dhe femra, me rujt energjinë e vet do ishte shumë mirë dhe shumë fantastike. Disbalanca që po e bëjnë qëllimshme, po na ofrohet një femër e pavarur që ja del vetë, që rrin vetëm, po prish vazhdueshmërinë. Ne na ka dhënë Zoti për njëri tjetrin. Pa i hi diskutimit kush ka peshë më të madhe, peshë më të vogël, nuk ka pse me kanë diskutimi I tillë fare. Ne jena për Nuk janë në peshore nuk janë peshore më shumë, janë bashkëltar, ne bashkëltar të njëri tjetrit, për krah njëri tjetrit. Shoh shumë femra që vdesin, kanë energji mashkullore, ta tregojnë veten, ne kena vlera fantastike, nuk kena pse me ngatru gjanat mendoj unë. Ba me rujtë se cili nga ne vendin e vetë do ishte fantastike. Patjetër, kena një sistem kundra, sepse ne të dy duhet dalim 8 mjesit, unë edhe im shoq duhet kthejnë atë 2 në 5, njësoj, pra nuk ka një dallim mes meje dhe atij, se kështu është të ndërtu me puna në Tiranë dhe në Shqipëni e në Europë e tillë, dhe pastaj unë prap kur futem në shtëpi kam disa detyra prap tjera, dhe patjetër këtu fillon një farë konfliktit mes çifteve, sepse pse ndryshe ne kur ne po punojmë njësoj, pse duhet jemi paguar njësoj, kjo. Por është sfiduese për ne realisht. Për femnat mendojnë që koha sotshme është më sfiduese, që duhet ta ruajmë atë energjinë e mamit, e bashkëshortes. Denisa, ti ke dhe një vajzë. Po. Në të gjithë diskutimin, kush është këshilla që ti ja jep çdo ditë vajzës tënde dhe që do që ajo ta mësojë ta ngulisi në programimin e saj të shëndetshëm? Unë kam një porosi që ja jap gjithmonë bijes teme, dritet syve. Me dash Zotin, me dash vedin, e mandaj tanë tjertë me rallë, se gjanat kanë me kanë shumë më mirë. Duje Zotin, duje vedin, e tanë tjertë me rallë. Gjithë esenca e përmbledhur. Kja është porosia që unë ja beres. Nuk jam një mami e fiksume mas dhjetave, nuk jam një mami e fiksume mas kurseve, bia kismet shpejt ban 12, kur maj muhabet me mamat, se është shaf një shumë problem është modaliteti. Qa do të thot modaliteti me fjalë thjeshta? Del një fustan në mod dhe duhem ta veshim të gjithë. Si unë që jam 120 kg, si ajo që është 50, si ajo që është 2 metra. Qa do të thot kjo? Ne nuk po pyesim për nevojat tona dhe domosdoshmërinë tonë. Sot te kopshti I bijes, aty ku ka kry kopshtin, a shkoni në kurs anglishte, italishte? Bia halas kishte mësu me ba fjalit shqip kurs anglishte. Fëmija jem pa hin shkollë din me shkru. Jo mama, për mu këto janë gabime që ne po bajmë. Kjo lidhet me modalitetin apo lidhet edhe me faktin e kulturës disa vjeçare që ne kemi pasur, qoftë edhe në periudhën komuniste, që njerëzit duhet të kishin të njëjta dëshira dhe të ishin njësoj me të tjerë, duke I ndrydhur dëshirat e veta personale. Ndoshta është edhe kjo një faktor që ka qenë vendosmëri në programimin dhe mentalitetin e njerëzve, dhe normalisht njerëzit këtë gjë përpiqen t'u edukojnë dhe fëmijëve të tyre, sepse nuk kanë njohur një realitet ndryshe. Unë mendoj që janë të dyja bashkë, ecin bashkë me njëna tjetrën. Trashëgimia që ne duhet jena të perfekta në sy të tjerëve, kështu kjo na bani që ti kushtojmë shumë rëndësi dukjes, edhe harru me brendësinë që ishim mbrana grop, pa pyet për nevojat, dëshirat, edhe pastaj modaliteti I kohëve të fundit me nxjerr foto, video që fëmia jem wow, Einstein që në kopsht, me shumë gjuhë, me shumë kurse, piano, violin, këtat, po pyet se çka ka nevojë fëmia. Një fëmijë pikspari ka nevojë me jetu fëminin e vet, se ne po I hajmë fazat, proceset, s'po ja japim kohën. Ke parasysh që I madhi Zot që ka ndorë gjithçka që mundet me kriju çdo gjë brenda sekondit, ju dha prap kohë gjanave, pra majt me fëmin në mujnë bark. Nuk është e kot ajo, nuk është se ai lart nuk mundet. Ajo është që natë mësohen, atë trupit mësohet, ka shumë mrekullinte. Tash kurse ne jena njerëz, jena kaq të vegjël që unë I tham, dhe më thonë, sa më malla është lidhja që unë kam me Zotin, njerëzit duken kokra ranet, I tham unë. Kështu që ne vetë që jena kaq të vegjël, do na mi bë gjanat kaq shpejt, edhe po arrim të rezultate ku jena sot. Kështu që
Këshill për mamat, lejoni t'jetojnë fëminin, edhe so heri bërtisni fëmijëve, pyetni a jeni të shfry veten apo jeni të rregullu diçka te fëmia. Frika jote më e madhe për vajzën kush është? A ke frikë? Për vajzën ja, nuk kam frikë. Më ka bëj pyetje të bukur i ditë edhe më tha mam, a ke frikë që po rritem? Edhe e mendova, thash, se pas kam menduar edhe me tan këtë veç zhvillim, se fëmijët na mësojnë shumë ne realisht. Pse s'ke frikë, më tha mu? Nuk kam frikë, i thash, se unë i lutem Zotit për ty, baj dua. Unë edhe ytat jena të ba ma të mirën tane për me të rritë ty edhe jena të ba maksimumin ton. Edhe pjesa tjetër, faleminderit Zotit, nga të dy familjet ke trashëgu gene shumë të mira, i thash, nga nanat, nga gjysha, tezja, axha, e gjitha që unë besoj të genet shumë. Patjetër. Edhe kështu, edhe i porosi për vajzat e reja, kur zgjedhin bashkëshortin krah, mos mendojnë veç për veti, po mendojnë që nesër e ka me kanë personi më i rëndësishëm i fëmijëve tuaj. Edhe ka me kanë një pasqyrë. Në shtëpinë ku jam rrit, nuk kanë folë shumë, në kuptimin e fjalës nuk kanë thonë që bane këtë, bane atë, ata kanë vepru. Ato kanë vepru, edhe ato janë shembull i frymëzuesi jemi. Kush ka që modeli yt? Flasim nga ana maskullore. Babi jem. Pika jeme e dopt. Si për të gjitha vajzat. Si për gjitha vajzat. Çfarë ta mësuar ai ty, pa folur? Shumë gjana. Ai dinte shumë edhe fliste kur duhej. Nuk e harraj kur një skenë, kam kanë pak më e vogël. Unë jam rritur në një shtëpi private, edhe kam fatin që e kam prepa shtëpi private në Shkodër që i rikthehem. Edhe te dera shtëpisë ne gjithmonë majm perde, si zakonisht, edhe ishte verë. I mati ishte në barr, edhe komshia ngjit, që kishim një mur modest, ka një ftu aty, një pemë. Edhe unë isha për te i perdes, i matë nuk po më shifte, realisht edhe po vinte nga dera o borrit, edhe kishte ra një ftua, kishte ra në borrin ton. Edhe shaf i matë, se si e merret ftu, e vente muri komshis, edhe e lënë aty që ai ta merrte kur të vinte. Wow. Ai nuk ka fol kur që ban këtë kështu, se ban këtë ashtë, ai ka dhënë shembull. Po tjetër edhe mama jame ka jetu me 3 breza për 21 vite. Që ky është një fat shumë i madh që në fakt ne nuk po ja afrojmë ashtu siç duhet, mundohemi me disa artifica, po jo 100% kohë cilësore të themi për fëmijët tanë. Edhe a din çam kënaq më shumë ketsat në një bisedë mes nancë dhe vajzë, që sot jena të dyja të rrituna. Edhe i tham, po sa ki bëj, i tham, ti s'ki kanë normal se ka kanë një shtëpi që ne kena prit, kena njerëz para dite, mos dite, nuk di ç'ta të them, dreka, darka. Për mua si fëmijë ka kanë shumë e bukur realisht. Po sot që unë prej vitesh jam zoj shtëpia të kuptoj ç'a peshë ka pastë mama jame. Edhe e din çam kënaq shumë kur sot ajo edhe pse apo gjyshe prej vitesh më thet, un kam kalu bukur, thet, kanë kohë të arta. Edhe kam kënaq shumë që ata janë të lumtur. Si shpjegohet kjo? Se në fakt të gjithë brezi nënave tona, gjysheve tona kanë kaluar shumë mirë me njëri tjetrin, por ama e dim shumë mirë që kanë kaluar edhe sfida të mëdha, dhe sprova të mëdha, dhe kanë punuar shumë realisht. Por kur i pyet, kanë një buzëqeshje gjithmonë në fytyrë dhe gjithmonë janë të kënaqura me jetën që ato kanë bërë. Ndërkohë, nëse do e krahasojmë me ne sot, ne në fakt kemi shumë mundësi, kemi shumë gjëra më të mira, dhe kur i pyet si je, hajde ma, nuk kemi të kënaqur. Si jemi të kënaqur sepse ashtë rrit gama e modeleve që ne shohim. Dikur, mama jame, mama jote, kanë krahasu vetin me ato gratë e lagjes, kanë gjitha një nivel, gjitha një standard, fundit ato te puna, kaq vet. E ke parasysh sot me Instagramin me sa milion banor, krahason ti veten, edhe krahasimi është shkatërrues. Vret për së brendshmi, për së jashtmi, nga gjitha anët, edhe kjo është një ndër fatkeqësitë e kësaj kohe. Kjo është një problematik, po secili për ne është unik edhe krahasimi do ta bëjmë me veten si ka qenë. Kjo është dhe si është sot. Edhe shkëlqimin ne duhet ta ngulisim që duhet ta marrim nga brendësia, nuk ka të bëjë me sipërfaqen, stop sipërfaqe, stop lustrave. A humbi shumë kohë njerëz duke menduar për të ardhmen? Ose si do arri, si do bëhem? Njerëzit humbin shumë kohë me frikra për të menu situata që s'kan menodh kur. Po thuj se 87% të rasteve të frikrave thotë nuk, sipas studimeve, nuk ndodhin kur, po njerëzit i mundon. Dhe mbi mendimi është një ndër gjërat më shkatërruese për njerëzit. Patjetër, unë mësoj, i jap vetit du me arrit objektivat, po ka një Zot nalt, edhe thot Zotin nëse ti gjithë të gjëra, po e mundon ka shumë veten, po besimi tek unë, ku ngeli? Kështu që unë mendoj që duhet jetë një përzierje gjithë këtyre gjërave.
po njerëzve që thonë e di që duhet ta bëj kështu, por kam ngecur. Si motivon? Fillojmë nga mendimi që e di. Unë i tham që ata nuk e din. Duhet ta rimendojnë, sepse po ta dish një gjë që sa vlerë dhe peshë ka, ti lun vendit që ta bësh atë gjë. Si ndihmon ti pacientët e tu që të mendojnë ndryshe dhe të rimodelojnë mendimet e tyre? Filloj me një bisedë të gjatë nga ana e pacientit ku unë dëgjoj. Edhe ajo fillon e flet. Në fillim thot kam pak gjëra, jo po kështu, pastaj mbrapa kur krijon patjetër edhe besimin te unë sepse është normale, me një seancë, me dyta, treta thellohet besimi. Shohim që ka shumë gjëra, nuk ka pak gjëra që nuk funksionojnë realisht. Del vetë edhe ajo në përfundim nëpërmjet pyetjeve që unë i baj që okay. Ka njerëz që nuk e dinë që pasojën ja njeh X shkak. Edhe X shkaku është në shumicën e rasteve në fëmijë. Pra, kam një farë protokollit individual për secilin, që merremi pak bëjmë paqe me të kalumen, analizojmë të tashmen dhe programojmë të ardhmen për një objektiv. Keq shumë njerëz nuk e dinë çfarë duan, nuk e dinë as ku dojnë të shkojnë, thjesht jetojnë për inerci, në një botë që po na mëson të ecim vrap pa mendu. Po në jetën tënde të përditshme, i vëzhgon shoqet e tua? Është i çik profesionale, se nuk e ndan dot domethënë, edhe mendoj që okay, thjesht nga që kam studiuar çik më shumë, arrimi kuptu më shumë. Nëpërmjet aty në gjanave që nuk thojnë tashmë, se dikur mendosha që njerëzit i studiojmë ose i kuptojmë me gjanat që thojnë, por e shaf se tashmë kur kam studiuar është aja që ata nuk e thojnë, ose përtej fjalëve që ata thojnë, shpeshherë është e kundërta realisht. Derisa po besimi si erdhi te këtë? Besimi, unë kam kanë në klasë parë ndoshta dhe shkoja te gjyshja te mamit time, aty kishte afër një xhami. Dhe gjyshja jeme është një besimtare devotshme, është në vitin e 89 të jetës, saj me 5 vakte namaz dhe me një shpirt me aq sa dina ne që nuk e di, është një gratë rralla në jetën time që frymëzohem edhe prej saj. Zoti e ka sprovu me një ikje të hershme të bashortit saj dhe ka rrit 3 fëmijë me gjakun e trupit dhe ikja e njëjtë te një djali në moshën 45 vjeçare, edhe kam pa në sytë e saj se si nuk shterri kur besimi te Zoti. Se si sprovën e shifte diçka për mi dhënë forcë vetes. Edhe kur isha në klasë parë, unë shkosha në xhamimet e gjatë Ramazanit edhe për mua një fëmijë Ramazani ishte dohojmë gjanat mira, se kështu fillon realisht, duhet ta mendojmë si fëmijë. Edhe do shkoj te xhamia për mua kishte dritë kur u futsha. Kishte njerëz të qeshur, njerëz sinqert. Edhe unë e shifsha si argëtim. Dhe diku në moshën 15 vjeçare, aty pastaj mora vendimin që të filloj të jem praktikante me agjërimin, me namazin. Mendoj që gjoja më e bukur që më ka dhënë Zoti, pa diskutim. Dhurata më e bukur në jetë. Dhurata më e bukur në jetë. Në jetën tënde të përditshme, sa e mbush besimi shpirtin tënd, zemrën tënde, si reflekton ti këtë të tjerët? E mush, unë tham që besimi është i 100%. Gjitha këto tjerat janë cifla, diamantit që ja shtojmë ati 100%-shi, janë reflektime. Kur jam fut psikologjisë, shumë vetë më kanë thënë që ja, shifni tash se Denisa mase do tërhiqet i çik nga ana besimit, pra do e largoj, kështu e kanë pa njerëzit e jashtëm, që do largohet. Sa më shumë kam studiu psikologji, kanë edhe kundërta, realisht unë jam afruar më shumë me Zotin. Qa po nollësat, po na shesin edhe terapinë, edhe psikologjin, mund ta lidhi me raste konkrete. Si te akademia, si te certifikimi tjetër, zgjohu një herët, po bajnë thirrje gjithë edhe këto terapistat amerikan që unë ndjekin në YouTube. Zgjohu një Klubi i zgjimit në orën 5. Koha për veti është fantastike. Na është thënë te manuali jon, te Kurani. Falni namazin edhe mos bini më me fjet, ka pesh satan bota. Edhe unë kam bë këta lidhje pra. Nuk i kam lënë si diçka që më largon, po si më afron. Na është thënë në akademi për 1 vjet e gjys që duaj për hir të dashurisë. S'ka gjë si ta bën kiti, po ti bëja mirë. Me dashur për hir të Allahut. Ne e kena. Unë mendoj që ne kena gjithçka te manuali kët. Thjesht kajherë kërkojmë forma tjera për me plotsu vetin se s'dona me pranu ose nuk na është hap zemra nga besimi atë shumë. Aty në Kur'an edhe në fe është gjithçka. Një shprehje e profetit me njoft veten. Një veten.
Që ma përpara thosha, po ç'a është kjo, se e shifsha ndryshe realisht, patjetër se ne pjekemi, mësojmë, Zhvillohemi, rritemi dita ditës, edhe patjetër. është një shprehje që unë do e lesha këshillim, sugjerim, me njoft veten është gjë fantastike sepse shumë njerëz nuk e njohin veten. Shpreha ose ajeti që ti ke më shumë qejf, që ti e kujton në momentet e tua më të vështira ose jo. Më i miri prej jush është ai që është më i mirë me familjen e tij. Imagjinoni sikur gjithë ta fillojmë nga vetja dhe nga familja jonë, sa e bukur do ishte bota. Ajo që shoh masivisht me klientet e mia është që ma ka fajin ai, ma ka fajin ajo. Nër 2-3 orë seanca ato flasin për pronarin ku punojnë, për kolegët, dojnë mi ndryshu gjithë, edhe harrojnë njerëzit, më kthy nga vetja. Ne do bëjmë atë që kena ndorë këtë. Unë e di, patjetër që pronari, okay, mund po dalim për fundimin bashkë, okay, është gabim, nuk ka forma duhen. E çfarë? Ç'a do bëjmë? E ndryshojmë dot? Jo, kena ndorë me ndryshu. Veç veten tonë. Po e fillu me të vetja, gjithçka do jetë shumë më mirë. Nëse sot dikush ma thot një fjalë të rëndë ose kalon limit prej kufinin tem, unë nuk e shoh më problemin te kiti. Unë kthehem nga Denisa edhe tham sa kam leju kitin më arte one. Kjam ka rrit, më ka zhvillu edhe më ka bë paqe me veten. Shumë e bukur. Po në marrëdhëniet në çift, a ka raste që i ke ose problematika të ndryshme? Patjetër, një ndër problematikat më të mëdha është akumulimi. Ata nuk flasin me njëri tjetrin. Pra, ma bani më shoq këtë gjësat, s'po ja tham, s'ka gjë. Se ndoshta është diçka edhe trashëgume, nga breza që duhet durojnë. Këtë model kanë parë edhe në familjen e tyre. Këtë model kanë pa, por ne tash jena rrit edhe jena vetëditsu, nuk mund të rrim më me faktin që kështu pame dhe kështu po bëjmë. Kena arrit një farë moshe që, okay, tash kështu pame, po hajde ta bëjmë si mendojmë si është më e mira. Duhet flitni shumë me njëri tjetrin çift. Patjetër duhet pranojmë që të dy jeni të gabushëm. Po. Por akumulimi shoh edhe po shumë vajza ankohen edhe po nuk e kthejnë kokën nga vetja, shumë pak e kthejnë nga vetja. Tjetri, gjithmonë është fajsimi tjetri. Gjithmonë fajsimi tjetri. Patjetër që në një marrëdhënie mund të ketë edhe një njerëz që okay, kjo ka bërë gjitha gjërat e veta sepse quhet marrëdhënie dhe duhet jetë dyanshme, por shumica në rasteve nuk e shohin nga vetja. Për një rregull që ti ke në marrëdhënien tënde që e ke vendosur që në fillim të marrëdhënies tënde dhe nuk e ke prishur asnjëherë. Që mendojnë që është shumë e shëndetshme dhe ua sugjeron edhe të tjerëve. Ne flasim me njëri tjetrin. Im shoq është tolerant, patjetër, momentet e veta dhe unë jam tolerante në momentet e mia, asnjëherë në zemrim me sipër me sqaru gjana. E lajm me kalu situatën, edhe mrapa kur të dy jena të ftoftë emocionalisht dhe si jena, ne i flasim njëri tjetrit. Sido që t'jetë gjendja. Sido që t'jetë gjendja, ne flasim. Edhe pranojmë, jena të dy që pranojmë, kja është fantastike mendoj unë, sepse me pranuan mendoj që është hyjnore, nuk ka njerëzore. Sidomos pastaj kur janë edhe fëmijët në mes, të cilat përfshihen në këto debata apo në këto komunikime jo shumë të shëndetshme. A dini si në fillimet tona nuk diskutoshim asnjë gjë në syt gocës. Edhe në debatet e vogla kështu, pastaj kur filloi goca të rrit jetës së përditshme që ndoshta fëmijët duhet të jenë ndjeni. Po, reflektume të dy që, okay, këto janë gjëra jetet. Pse duhet rrit fëmia në një realitet që ndoshta nuk ekziston. Ajo është rritesh, është e mirë kuptueshme. Flasim kur është akoma ndërtim e sipër, kur akoma nuk është formuar. Ne i mësojmë fëmijët edhe në momentin që debatojmë, duhet ta kemi këtë idenë që mësojnë nga ne. Ne të dy lajmë rradh njëri tjetrit. Edhe kur flasim me tonet në alta, disi respektojmë njëri tjetrin. Edhe gjithmonë thomi, ky është mendimi im, jo ky është mendimi i drejtë ose i saktë. Denisa, çfarë mesazhi do na jepje për ta mbyllur këtë bisedë? Lumturinë e gjejmë për së brendshme dhe u bëj thirrje gjitha gocave që shkëlqejnë nga brendësia që duken sa më të bukura edhe në sipërfaqe pastaj. Jo e kundërta se i prish balancet. Me dash Zotin, me dash vetin, e mandaj ton tjerë me radhë, edhe stop modaliteteve. Pyetni për nevojat tuaja, dëshirat tuaja dhe bota do bëhet më e bukur. Të falenderoj shumë për këtë bisedë kaq të bukur. Uroj që të ju të jeni kënaqur. Shiheni në episodet e ardhshme. Mirupafshim.